Kështu që në këto kushte s'mban njeri përgjegjësi, asaj ne s'kemi që bëjmë. Ajo që kemi ndorë neve është që të themi prindërve, o prindër të nderuar, o ju që rrisni fëmijë sot, që shpirti juaj e di se si rrisni ata fëmijë, dhe se sa harxhoni për t'i rritur ata fëmijë. Mbajni fëmijët me vete, mbajni fëmijët në shtëpi, rrini me ta bashkë atje ku shkojnë dhe losin, mos i lejoni që të luajnë në rrugë, mos i lejoni pa kontroll, sepse sikundër e shikoni ndodh edhe kështu. Ka edhe të tillë, të mos them ndonjë fjalë, se jam në media, nuk mund ta them, se që janë këta mostra që vrasin fëmijët, që hipin në makinë të dehur zurxull, edhe del ai thot, e më punë e madhe se aksident automobilistik është tonë. Sigurisht që ka aksident typish në trotuar. E vrau para ca vjetësh ai me X5 vajzën e botës në trotuar dhe as u ndalua fare. Pse se kishte daj kokalin, kishte mbështetje politike. Pra ne kemi këtu të keqen. Kjo punë duhet zgjidhur. Për këtë është prokuroria, po prokurorët e gjyqtarët janë të blerë si kudo edhe vazhdon kjo histori.